Meridian, thuaj çfarë Mendim një shihim, që keni këtë se shera sa që ma bën, jo nuk është situoresh mendim, nuk thash që fjala ime është absolute e vërteta, por mendimi im kështu është, unë nuk e ndryshoj mendimin për që mendimi ty. Po them që shqiptarët, unë punoj për ditë me njerëz dhe e di që shqiptarët nuk e durojnë do sukses në dikujt, dhe e kthejnë në urrëtie, e kthejnë në xhelozi, e kthejnë në sulme, e kthejnë në ofendime, deri këtë vdekurit të ofendojnë, në qoftë se e shohin që Monika është e suksesshme. Ditën e parë që e shohin që Desa është e suksesshme, ka arrit diçka, do të shajnë nga familja, mo të prekun ke fëmija, mo të prekun ke nona, ku do mundohet kapen diçka që ty me ta bo pisat e sukses. Të njëjtën gjë ka dhe Mateo, pse kujton ti që e ka të letë Mateo që shef Luizin aty, se di që ju shut çdo gjë që mund të ketë ngritur. Kjo është mlefi që ka ai. Nuk thash që nuk ka mlef. Po më leta maroj se do të dalë dikun që ta maroj. U mlefos dhe Kristi. Keq i erdhi dhe Kristit, keq i erdhi dhe Mirit, keq i erdhi të gjithëve. Por me një ndryshim. Si e trajtoi ai? Jam dakord, po ka një ndryshim me Kristin, qofse Kristi në momentin që morëve që dyjite Luizi kishte turit këtu dhe gati sa po plaste, mas publicitetit Kristi ishte gjë, se unë mendoj